me siguri këtë duhet ta kesh pasur për aleancën e Shqipërisë madhështore, sepse kush kishte në një dyshim, apo kush kishte ndonjë shpresë, apo ndonjë besim të mbetur, mjafton të shikoj skuadrën në listën e mbyllur të kryeqytetit. Skuadra në listën e mbyllur të kryeqytetit është tribuna VIP e Kënetës. Do me thënë, doni të shifni kush janë VIP-at e Kënetës, shikoni skuadrën e listës në listën e mbyllur të kryeqytetit të Shqipërisë madhështore, ku mungon kujtim gjuzi, ndërkohë që Dash Sula, i madhi Dash Sula që nuk ka lënë gjë pa bërë për ta kap një vend në tribunën VIP, u la jashtë. U la në det të hapur. Skuadra kombëtare është diçka krejt tjetër. Është diçka krejt tjetër ndërtuar me shumë kujdes, duke nisur qysh nga viti shkuar në shtator, kur kemi vendosur drejtuesit politik, ne kështu e kemi sistemin, drejtuesit politik të qarqeve fillojnë dhe bëjnë të gjithë punën studimore, dhe kur them studimore, të territorit, të potencialeve dhe bashkëpunojnë me komunitetet, me partinë, me aktorë dhe faktorë të shoqërisë për të kuptuar se cilët dhe cilat janë kandidaturat, kandidatë dhe kandidatet më të përshtatshme dhe të mundshme. Dhe fillojnë ndërtojnë komunikime, sepse jo të gjithë ata që janë kontaktuar kanë pranuar të futen politik. Dhe jam i bindur që platforma në zgjedhjet e ardhshme të 2029 do të jetë një instrument i jashtëzakonshëm, se tani më me këtë herë të dytë ka dhënë provën tek shumë skeptik që funksionon. Listat e hapura dhe partia e mbyllur, listat e mbyllura dhe partia e hapur. Këto të dyja kanë qenë linjat strategjike të këtij procesi.